Një 24 vjeçar nga Kosova i identifikuar si Endrit Ademi ka humbur jetën në Milano pasi ra nga kati i tretë i një pallati ndërsa po punonte për një ndërhyrje në fasadë. Ademi jetonte në Itali për 6 vitesh, kurse prindrit dhe një nga vëllezërit jetojnë në Kosovë. Një vëlla tjetër jeton në Austri. Ai ishte një djalë i mirë dhe një mik i im, i tha një bashkëdhetar i Endritit pas tragjedisë që ndodhi para syve të tij. Sipas raportimeve fillestare, 24 vjeçari po kryente punime rutinore mirëmbajtjeje në katin e tretë të një apartamenti, për arsye që janë ende të paqarta. Ai rrëshqiti dhe ra nga afërsisht 12 metra lartësi duke vdekur në vend. Prokuroria Publike e Milanos ka nisur hetimet për zbardhjen e ngjarjes ndërsa trupi i pajet do t'i nënshtrohet autopsisë dhe të gjitha kontrolleve të nevojshme për të verifikuar kushtet e sigurisë së punëtorit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.